Vllai ishte kthyer nga Italia për të bërë dasmën e motrës. Pa mbaruar fjalën polici, ai qellon vllain direkt në zemër. Ngrihet Kunati të qelloj policin, nuk arriti dhe e sharroi në automatik. Dhe Kunati që do martohesh për 12 ditë. Vllai tim e ka vrarë Edmond Hoxha. Dhe është kushëri i dytë imi. Dhe më ka shkruar, mbyllet këtë çështje mos e vazhdo se do hash ti një plumb në kokë si vllai. Nuk kemi humbur 2 njerëz. Kemi humbur gjithë familja. Unë do t'jam nxjerr zemrën atij, kudo që tjetë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video, jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Greqi, do të jemi në Çipër, do të lidhemi me një shqiptare, e quhet Ana Borakaj, e cila sot do rrthej një histori të trisht të familjes së saj në Mallakastër, ku përpara disa viteve ajo fatkeqësisht humbi nga kjo jetë vllain e saj dhe kush e vrau? E vrau kushëriri i tij. Por dhimbja bëhet akoma më e madhe sepse humbi dhe burrin e motrës, po në të njëjtën ditë dhe një tjetër person i shoqëruar nga kushëriri i veshur me uniformat blu e goditi duke i marrë jetën 25 vjeçarit asaj kohe, i cili do martohej për pak ditë, ndërsa vllai i Anës ishte vetëm 23 vjeç. Por sot kjo motër e përvluar nga dhimbja, kështu dua ta them, kërkon drejtësinë që i është mohuar për gjatë gjithë këtyre viteve. Unë do hap dritaren dhe do dëgjoj historinë e Anës, gjithë me shpresën që jo vetëm për ta ngushuruar, por për t'i dhënë forca dhe gjithnjë të lutemi që drejtësia të shkojë në vend për këtë familje, e cila pas humbjes së djalit humbi dhe anëtar të tjerë të familjes nga ky jetë. Kështu që hap dritaren dhe e ftoj. E dashur Ana, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje dhe Odeta nga Kipër. Në Qipër jeton? Po, në Qipër jam me fëmijët, me familje kam shumë vite. Gëzohem. Më ke kontaktuar për një problem, me sa kuptova, me vllain tënd. Po, kam një problem, kam 92-shin. Po. Në mars të 32-shit, në 30 mars, dita hen ora 3. E deri më sot Odeta ne s'kemi me zhvrarë vllai, më kanë vrarë vllai. Dhe Kunatin, por do flas vetëm për vllai. E ka vrarë policia e Kuçovës. Nga 92-shi, e deri më sot në tort po flas me ju. Nuk kam asnjë lloj përgjigje, asnjë lloj fare. E di se kush e ka vrarë, di se ku është vrarë. Dhe policia ka qenë në datën 30 mars, më fal se kam dhe pak emocione sa herë që hap çështjen e vllajt. Të besoj. Vllai është vrarë në 30 mars të 92-shit. Dita hën ora 3 në Kuçovë. Ati ka vajtur bashkë me Kunatin, kishte njerëzit e tan, për ca problemet e tona familjare, se do bëjsh dasma e motrës, do martohesh kë motra në 12 prill, dhe vajti bashkë me Kunatin për të bërë ca prova gjëra për dasmë, se kishin dhe njerëz të tan. Kunati ishte polic në Tiranë. Gjatë rrugës, nuk e di se çfarë ndodhi, ishte vllai i vogël, vllai i madh dhe Kunati bashkë në makinë, në një Audi 80. Në atë kohë. Dhe në të dalë të Kuçovës, ka dalë patrulla e policisë, aty në Kuçovë, ka ndodhur kanë vajtur për të marrë makinën në vllai. Ka qenë një Xhulia për të marrë makinën dhe ka thënë që ma fal më këtë makinë, po pse ta fal të vllai? Është e imja, se vllai ishte kthyer nga Italia për të bërë dasmën e motrës. Në atë kohë që i thot vllai pse kjo makina është e imja dhe nuk i përket juve, ai nxjerr një zinxhir për të thyer xhamin. Se ai në atë kohë thuhet se unë nuk e di, sigurisht e më i forti i Kuçovës. Dhe burri i motrës, që ishte polic, nxjerr armën dhe qellon arit. Se i dinte rregullat, por mos ta qelluar. U friksuan, ikin këta dhe marrin makinë dhe shkon për tiku përmballës. Vetë jam mallakastriote. Pra, ky person me një Xhulio i ka dalë vllait tënd atë ditë për t'i marrë makinën, me dhunë, le të themi. Jo për t'i marrë makinën me dhunë, po aty ishin ulur për një kafe tek turizmi në Kuçovë, kanë ulur për të pirë një kafe, ka parë makinën se në atë kohë 92-shin s'kish makina. Vllai kishte ardhur nga Italia për të bërë dasmën e motrës, të martosh dhe ky Kunati. Edhe aty bëj kjo ngatresa. Në të dalë të Kuçovës, del patrulla e policisë. Po. E thot ndaloj,
I shpojnë gomat e makinës, më falë, zdoj të gënjej, do të jem shumë reale, sepse këto gjërat janë që të thuash dhe një gjë më të vogël, do dali del gjëja më e madhe. I shpojnë gomat e makinës, ndalon makina, vete i polici i thot, mje, po, kush jeni, thot, jam Artur Merkaj, nga filan, më zode letrat e makinës. Ja marrën e shikojnë letrën e makinës, seguracion ta ishin këto në atë kohë, dhe i thotë burri motës ishte nga mrapa dhe 2 vërejtët ishin përpara, i thotë që unë jam policë në rajonin numër 2 në Tiranë. Në atë kohë që po debatonin, i thotë kështë brit poshtë, i thotë vllai, sepse në 30 mars, sa ishte marrë demokracia, thotë vllai që unë, ku ta di që ju e një policë të vërtet. Na shoqëroni, na merrni në shoqëroni me makinë të shkojmë në polici. Po. Na shoqëroni. Aty debatojnë dhe nuk i thonë jo do zbres nga makina, jo nuk zbres nga makina, do të vllai më dho, s'kam se zbres nga makina, se to na i thotë vllai i vogël që ishte dëshmitar në atë ngjarje. Dhe në atë kohë thotë vllai i vogël që po bënin debate që ma jep sa dil nuk dil, dhe i thanë punati që mjep armën, i thotë punati, unë armën nuk ta jap. Sepse unë armën kam të shtetit, s'mund të doshdoj armën tek ty. Kush je ti? Në atë kohë thot vllai vjen një furgon i bardh. Vjen një furgon i bardh dhe një civil, duke mbushur armën dhe i vete vllai kthyer nga mrapa në makinë, duke thënë atij kunatit që ai të zbresim ose jepi armën. Në atë kohë i thot një që dëgjon dhe emri, po mbushte armën dhe po drejtohesh tek vllai kthyer në kurriz dhe i thot që mund i thot njëri rujtja këto të sill, mos qullo. Pa mbaruar fjalën polici, ai qullon vllain në një distancë nga dera kaq, direkt në zemër. Në atë kohë që qullon vllain në zemër, nxjerrin vllain e vogël në zunë dhe e qullojnë dhe e mbajnë me zunë dhe me armë. Vllai ishte 15 vjeç. Në kohën që qullon Arturin vllain, ngrihet kunati të qullojë policin, nuk arriti dhe e sharrojnë në automatik. Dhe kunati që do martohesh për 12 ditë. Dhe kunatin e sharruan me... Po. Dhe kunatin e vran. E të mërshme. Keni humbur 2 njerëz. Vllai nuk ishte vdekur akoma. Urdhë? Keni humbur 2 njerëz në 30 mars. Odeta, nuk kemi humbur 2 njerëz. Kemi humbur gjithë familja. E dhimbshme. Unë nuk jam me qetë. Kam humbur gjithë familjen. Megjithatë, vllai nuk ishte vdekur në moment, as kunati s'kishte vdekur në moment, i kishin marrë, thot vllai kur e ngritën e nxorën jashtë e plasën në shesh vllai, gjithë ripi ishte mbushur me gjak. E çojnë në spital në Berat dhe i thot vllai, ju lutem na jepni shpresë, na jepni jetë se na kanë vrarë pa faj. Me sa kërkon ujë, aty kur kërkon ujë, veta i fermer i marrë t'japi ujë vdes. Vllain e vogël e mbajnë në Birut, edhe i bëjnë torturat pa para. I thonë që do thuash që qullua me të parët, do thuash që ne kemi fajen, a ishte 15 vjeç, më shëllonin sa, më fushtin dhe më hidhin në ujë. Si e bindet fikse, duke dhe i hidhin në ujë të përmet. Megjithatë, ne nuk e dinim se dinim që dhe tjetrin kishin të vdekur, varosën vllai shpejt madhi. Dhe na vjen vllai i vogël. Pas sa kohësh nga le të themi varrimi i Arturit, i cili sa vjeç ishte në atë kohë Arturi? 23 vjeç. Sa i ri. Po kunati? 25 vjeç. Sa të rinj. Pas flagës së rëndë, varrimit të Arturit, vllai i vogël kur mbërriti në shtëpi? Vllai i vogël ka ardhur pas 2 ditë. Pas 2 ditë dhe kur na ka parë me Xeza ka thënë që Arturi është në spital, është gjallë, pse jeni vesh me Xeza? E jemi detyruar kemi çuar prapë në Berat, në qytet, sa ti kishin tezën kushërin kish mirë se ta. E kemi çuar prapë në qytetar, dhe atje kemi thënë që te makina që Arturi vdiq. Dhimbshme. Që në atë kohë, që në datën 30 mars,
deri sot nuk kemi marrë asnjë pije. Çështja nuk është qyrtuar. Ne gjyq nuk na ka thirrur njeriu në gjyq. Këtë ka vrarë Edmond Hoxha. Vllai tim e ka vrarë vllai tim e ka vrarë Edmond Hoxha. Edmond Hoxha është kushëriri i dytë imi. Është kushëriri juaj. Po. Por ishte policë në atë kohë në qytetstar. Dhe në kohën që ka vrarë vllai, ka vajtur tezja ime, i ka thënë që qa është bërë dhe ka parë, ka bërtitur, i ka thënë që teze dhe mua nip nuk e. Nuk e njifja. Në atë kohë ka lënë kapelin, ka lënë gjitha këto, ka dorëzuar dhe ka ikur, e kanë mbajtur në Vlorë dhe e kanë nxjerrë për në Greqi. Edmond Hoxha jeton në Greqi. Në atë kohë na i thot tezja që Arturin e ka vrarë Mondi. Dhe para si që dëgjoj dhe vllai emrin Mondi ruaj gjatë ftohtësin, mbas fotografisë dhe mbas ato i dim që ky është. I dërguan familjes, familja nuk erdhi as në varrimin e vllajt. Por personi që ka vrarë vllain tuaj pas ka qenë kushëriri juaj. Keni pasur ndonjë hasmëri se një kushuri, qoftë polic, që ka një armë, ta ngrejë armën kundrejt kushëririt të tij? Nuk njiheshin. Nuk njiheshin fare. Nuk njiheshin. Por e dashurana, ju më thatë që kontaktuat familjen e personit dhe nuk erdhi as në varrim. Tezja ime, kushira ime e parë i mamas, që kishtë kushirë parë dhe maman e Edmondit, i tha që Habibe po qa qyri në Shnia, po nuk e di se bajmë në mirë emrin asaj tani, që po ikim në varrimin e Arturit. Dhe në atë kohë ne kemi akuzuar atë, se po të ishte që nuk e kishte vrarë. Po mirë, ju keni një emër të dyshuar që ka vrarë vllain tuaj dhe kunatin tuaj në ato kohë, ku fatkeqësisht motra juaj nuk mundi do të bënte dasmën. Jo, ishte Shazam dhe ka lindur një djalë. Ka dhe djalin. Po. Ju keni... Ishte martuar me cili bipu të bëri një martesë, me qenë se erdhi vllai nga Italia. Por ju e keni bërë denoncimin atë kohë në polici, kur themi ju e kam fjalën për familjen tuaj? Po, do të tregoj. Në atë kohë në Ballësi ka bërë protest dhe ka mbyllur rrugën për të mos kaluar atë makinat në Visok, është një urë, për mos kaluar, për të mbyllur atë rrugën që mos bën demonstrat. Ballësi. I jetë Ballësi. Dhe falenderoj shumë. Nga ka ardhur ministri i drejtësisë, nga ka ardhur në shtëpi dhe nga ka thënë që se u bën shumë e madhe si çështje, nga ka ardhur ministri i drejtësisë apo kujt ishte kjo, se nuk jam vajmë mirë, se janë 35-4 vite. Po. Nga ka ardhur ministri i drejtësisë bashkë me drejtorin e policisë së Beratit dhe në ka ardhur 3 veta. Në ka ardhur ministri i drejtësisë, drejtori i Beratit dhe i policisë së Kuçovës. Po. 3. Shefa e komisariatit, po. Dhe babai ka thënë që unë dua të më dali dhe nëse djali im është fajtor, dua që të bëhet gjyqi. Ta dënoni dhe të vdekur. Dua të bëhet gjyq. Ose për ndryshe, kush ka fajin të marrë dënimin e vet. Mos të bëj, se nuk dua që të bëj hakmarrje vet. Dhe gjyqësi. Ta që të shtetë. Po. Asnjë fjalë, asnjë gjë. E bëri gjyqin, e mbyllën vetë, mbyllën dosjen, pa folur nga asnjë nga familjes tonë. Në atë kohë ka qenë Sali Berisha president, i është drejtuar presidentit, është drejtuar ministris mbrojtjes, me letra, ka vajtur në Tiranë, ka vajtur në Kuçovë. Asnjë fjalë nuk ka pasur shansi ta hapin çështjen, sepse e vrau vetë policia vllai. Po pra. Ka qenë policia në atë kohë që vrau vlla. Po pra, por ai person që ka bërë këtë veprim duhet të ishte dënuar, pra një gjyq është hapur, por ju mësuat çfarë vendosi gjykata? Se mund ta ketë dënuar në mungesë. Nuk na folën fare në një gjyq, gjene. Jo, a u vetëm që babai kërkon. E dashurana, u interesuat ju në gjykat
çfarë vendosi gjykata se ndoshta ky person që ju akuzoni sot, që tregoni se ai është vrarë si vllai tuaj, mund të jetë dënuar në 1992-shin nga gjykata në mungesë, sepse ai është larguar më the. Jo, do ta tregoj unë me radhë. Atëherë, mbas babai të vdiq babai. Mbas sa vite nuk mund ta shkonte të vdiq, 68 vjeç. Nuk e kaloi dot dimi. E kaloi motra ime që ishte Sazane me letra prapo Ilir Metës, to gjithaj ka mund gjithë dosjen. Asnjë përgjigje, vite përgjigja që do të kthej përgjigje, asnjë përgjigje. Shkonte letra, e morë më thoshte, nuk bësh asgjë. Në 2009, po, kanë shkuar në Beran. Në tetor të 2009. Ka qenë Xhemal, nuk e di mbi emrin, dhe ka qenë shumë burr i nderuar, sa i më ka ndihmuar nga të gjithë këta që unë ka marrë. Më ka ndihmuar dhe më ka thënë që i tregova historinë, e dinte dhe shumë mirë dhe ai sepse drejtori i Beratit ishte në gjykatë. E më ka thënë që do shkosh në një noter, do bësh një kërkesë dhe më bjesh mua se të hap unë gjyqin. Edhe ashtu bërë. Shkova në një noter, çova letrën, ika në Vlorë, se vetë banoj në Vlorë, banoja në Vlorë, mbas sa ditësh më flasën dhe vetesh në Berat, më caktojnë prokuror Arend Çelën, dhe atë hetusin një herë kam parë se nuk e njoh, do ta them dhe historinë. Kur kam vajtur në Berat, i kam folur me prokurorin, që prokurori nuk është ai, më ka thënë kështu, se kam qenë me një avokat grek, dhe e dinte shumë mirë shqipe. Më ka thënë që mos më hajdi më, vajta tek hetusi dhe më ka thënë që këtë fjalë. Ik nga zyra ime, mos të shikoj më dhe mos më hajdi me për këtë çështje. Ika. Shkova te Arend Çelën. Çfarë ka thënë? Më ka thënë që nuk e gjej dot. Shko, pi kafe, hidhesh në xham dhe gjëhet masin. Ishte fjalë prokurorit që më kishte marrë mua çështjen e vllajt tim që do e gjente ai. Kam bërtitur, kam pasur njerëz të tjerë në korridor, ka vajtur te shoku Xhemat. I kam thënë, ç'është kjo skandal? Kam ikur. I kam vajtur avokatit tim Abron Tozhës për të bërë kitahidhja me këto social, nga thënë Ana, nuk kemi problemin e këtij tani, kemi problem që të gjejmë çështjen e Arturit. Vajta disa herë Rodet, asnjë gjë nuk bëhesh. Nuk e gjejmë dot, gjë e ti, nuk e mundemi, gjë e be, o zotëri, thash, ti ke një emër. Shkoj ke në familjen e vet, ku është ka nduar emër, ka mbi emër, jeton në Athinë, ta them unë që jeton në Athinë. Jeton në Greqi, i ka mund dhënë. Jete Interpoli. Unë po e akuzoj për vrasjen e vllajt. Nëse nuk është vrasë vllajt tim, më dënoj mua. E qartë, nuk ka hetuar prokuroria, po më tregon dhe çështjen e mbylli sërish në 2009-ën? Në çështjen e ka mbyllur në 2015 kam letrat, kur unë isha në Greqi, kishte një kontakt grek, numër grek në atë kohë. As më morën telefon, as në gjë, ajo ishte për 15 ditë kur kam shkuar në Shqipëri, kam gjetur një letër poshtë asaj, po ajo kishte skaduar. Dhe nuk isha të drejtë që unë të bëja ankenim. E qartë, dhe çfarë shkruash në atë letër? Pushohet çështja sepse nuk kemi fakte. Por çfarë fakte do të kur nuk kisha dy të vdekur dhe i them që Edmondi është vrasi vllai tim. Çfarë fakte kërkonte më? Unë se kuptoj këtë atus, që më vjen shumë keq, mbas Adriatik Dhallës, çka kishte ai emri, se ka vajtur aty dhe s'm ka pritur. Vajti ai prokurori i përgjithshëm i Shqipërisë. Ai nuk është prokurori i përgjithshëm, ai nuk është prokuror thjesht. Se nuk mund t'i thosh një motre, ik pi kafe, ik në xham dhe sill ma këtu. Gjeti. Nuk i thuhet një motre. Pra, ti po më tregon që çështja e vllajt tuaj është hapur dy herë, një kur ndodhi ngjarja, pra pas ngjarjes në 1992-shin dhe një në 2009 dhe është mbyllur dhe nuk është hetuar nga prokuroria me seriozitet. Jo, nuk është hetuar. Nuk është hetuar. I kanë bërë letër president ambasadorit amerikan. I kanë bërë letër presidentit të Shqipërisë. I kanë bërë letër Adriatik Lalës. Më ka thënë hajde në takim, vajta nuk më pritin në Tiranë. Shkova, nuk më priti. I kam gjitha letrat zyrtare. I kam gjitha letrat i kam bërë dosje. Kam këmishën e vllajt
bluzën e vllajt që është vrarë, kaq, plumbi e hapur nga mbrapa. Kam atë dëshminë e punatit, i ka thënë që janë policë, i ka dhënë dëshminë që është me policë, i ka rënë me plumb, me plumb, e kanë ngrisur pak dhe ja kanë hedhur shesh. Kam dokumentat e vllajit të makinës, i ka thënë Urzo, i kam të makinës, ka thënë Urzo është me gjak. Ajo atëhere, patrullën e policisë nuk mund ta gjente ai Arsen Çela kush ishte në atë kohë. Patjetër. Se unë kam gjetur kush ishte. Se kam shkuar në Berat, kam shkuar në Kuçovë dhe më ka thënë drejtori i asaj, ka thënë zonja Ana, jo 30 vjet të kalojnë dhe 20 vjet, po 40 vjet të kalojnë. Janë vrarë 2 djem, çështja nuk është hetuar. Ta kërkosh deri në fund. 2 djem janë vrarë pa faj. E dashurana, të lutem, e kuptoj që kanë kaluar shumë vite, por dhimbja është e madhe tek ty, ke humbur vllain i cili ka qenë në kulmin e moshës, por edhe burrin e motrës, i cili dhe ai ka qenë shumë i ri. Kjo ngjarje ndodhi se ishte papërgjegjshmëri e uniformave blu dhe ngritën armën pa të drejtë dhe morën jetën e 2 personave, pra i njëjti person i ka vrarë të dy? Jo i njëjti person. Edmondi ka vrarë vetëm vllain tim. Por kunatin tuaj kush e Kunati nuk e di se ishte shumë policë, nuk e di se kush e quaj. Pra, le të themi ata janë trembur nga arma që ai ka pasur dhe policia i ka gjuajtur. Jo, në fillim është vrarë vllaim nga Edmond Hoxha. Kur është vrarë vllaim, atëherë kanë ngritur për të qelluar Kunati atë Edmondi. Atëherë kanë qelluar. Armën e ka pasur Kunati këtu nga poshtë tek gjuri. Dhe nuk e jap, ka thënë që më çoni policia atje dorëzoj. Pse ta japun armën time në rrugë? Më çoni policia atje u japun, më na shoqëroni me makina. Policie. Sepse të mendosh që uniformat blu kanë gjuajtur një person që është po jo uniformave blu dhe vllain tuaj, është pak shokuese kjo gjë. Ka ndodhur se ishin vitet e para të demokracisë dhe ata që vishin atë rrobë, plas për uniformën blu, policët ishin të papërgjegjshëm dhe ngrinin armën kujdo, nuk di si ta shpjegoj këtë situatë. Se ti po më tregon që personi që i ka marrë jetën vllajt, nuk e keni njohur, edhe pse keni patur kushurir, nuk keni patur ndonjë le të themi ndonjë grindje familjare. Jo, ai jetonte në Gramsh, ne jetonin bas. Kushirat para nuk njiheshin të larguara, nuk ishte mamaja me atë maman e vet. Ky ka qenë civil, nuk ka qenë me roba policie kur e ka vrarë vllai, ka qenë civil, Edmond Hoxha. Ka qenë civil. Kurse Kunatin e ka vrarë policia. Mbasi do qellonte mbi personin që vrau vllai, ngriti armën e qellua. Ndërkohë, e dashur Ana, në kaq vite që kanë kaluar, ju nga e mësuat, le të themi, që ai u largua që ditët e para pas vrasjes së vllajt. Si e mësuat këtë lajm? Ma ka thënë kushëriri im, sepse kushëriri jon, që jetonin në Kuçovë, sepse ishin të kushërinë të ati. Po, kushëriri i përbashkët, le të themi, i juaj dhe i vrasësit. Po. Pastaj unë kam gjurmuar edhe në sepse më tha se nuk të thash një gjë shumë të madhe. Kur unë kam hapur gjyqin dhe kam ardhur në Greqi, më kanë dërguar 3 mesazhe me një numër të pa regjistruar në atë kohë nuk ishin të regjistruar dhe më ka shkruar mos mbyllet të çështje, mos e vazhdo se do hash ti një plumb në kokë si vllajo. Kam 3 mesazhe të kam vajtur në policinë direkt në Kallamat, se jetoja në Kallamat në atë kohë. Kam bërë denancim atje dhe kam marrë direkt në Vlorë, kam bërë denancim në Vlorë. U arritë mësuar. Kam thënë që bashkë me mesazhet dhe telefonit kam bërë denancimin në Vlorë. Ka qenë zgjetor. Një diçka tip kur kam ardhur, nuk mbaj mend mirë kur kam ardhur në Shqipëri mbas kësaj, po më kanë kërcënuar në dhjetor. Më kanë kërcënuar në dhjetor. Kam hapur gjyqin, kam hapur çështjen në tetor. Po. Më kanë kërcënuar
në dhjetor. Dhe e dim se kur rin Kallamat do të vi të djegin ty dhe Kallamat. Ka marrë avukati im telefoni, ka thënë që nëse je burr, hajde, po dal unë dhe hajde digje Kallamatën. Pra, ju denoncuat me një numër, denoncuat dhe në Greqi dhe në policinë shqiptare, nuk u arrit të zbulohej se kush ishin personat që u kërcënuan pas vdekjes vrasjes së vllajt? Jo, se në atë kohë në Greqi nuk ishin të regjistruara numrat në merje kështu i blihen për këtë. Dhe ju dyshoni që mund të jenë familjar të personit që kreu vrasjen? Po patjetër, ose familjar ose policia. Një diçka nga policia, sepse këtu është e plotësuar policia. Ose familjar të asaj, po unë nuk u tremba, se unë në atë kohë nuk vazhdova më tepër atëherë. Unë dua të çështja të kalojmë stafut. E dashur Ana, përgjatë këtyre kaq viteve nga vdekja e vllajt, ju nuk keni përballur kurrë me vrasjen e vllajt apo familjar të tij? Asnjëherë. Jo, nëse do isha përballur, ta them me sinqeritetin më të madh, me dhimbjen më të madhe të shpirtit tim. Do t'ja kisha nxjerr zemrën vetë si grua, siç e nxori ajo që vrau Hakaj. Unë kam shkuar në Athinë, kam shkuar në Santorini, kam shkuar në Rodos. Ku kam marrë informacion, kam shkuar vetë. Jam veshur si djallë dhe kam shkuar vetë. Unë do t'ja nxjerr zemrën atij, kudo që të jetë. Qofse qeveria shqiptare nuk më jep drejtësi për vllai, 23 vjeç. Ma vran dhe ma lanë në rrugë gjakun e vllait, pa bërë asnjë. Dua që drejtësia ose drejtësia shqiptare ta çojë gjakun me ashturit tim në vend. Ose unë e them publikisht, unë do ta marr hakun dhe të fëmijët e tij, të nipërit e tij. Ana, e kuptoj që dhimbja të ka dëmtuar zemrën, shpirtin, por duhet jemi dhe pak me këmbë në tokë. Unë e di që ke humbur vllajin, por ndoshta ti kërkon drejtësi dhe është një drejtësi e munguar për kaq shumë vite dhe ti lufton që ai person që mori jetën e vllajt tuaj ti ishte pas sekrave dhe kjo gjë duhet të ndodhte. Por ajo që mua më shokoi më shumë në këtë histori është Ana që ju jeni veshur si një djalë dhe keni gjurmuar vrasjen në Greqi? Po. Unë jam me fytyrë, kam dalë dhe një shumë me fytyrë, jam këtu me EU me fytyrë, dhe po e them botërisht qofse Aren Sela, që nuk e di qofse është akoma dhe është gjëja më e keqe e Shqipërisë, se ky prokuror është prokurori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë. Është gjëja më e keqe e Shqipërisë. Sepse nuk mund të thuhet një motre që i kanë vrarë vllajin pas një gjë, 23 vjeç, që shkopi kafe, qite në fazën e masiv mua ta gjë dhe masiv mua ta dënoj. E qartë, kuptoj. Unë dua drejtësi, Odet, le të ketë ikur 30, 40, 50 vjet. Kjo çështje nuk është hetuar. Hetohet çështje. Ose unë do vishem ashtu siç jam veshur, e do ta kërkoj derisa ta gjej. Edhe nuk do jem fajtore nëse unë me një kohë do jem burg. Sepse kam kaq vite që po e kërkoj. Kam 33 vjet. Në datën 30 mars unë bëj çdo për vjetorin e vllajt. Unë nuk frigju. Unë kalova stres sepse kam qenë Leone kur ka vdekur vllai, kam 2 vajzë. Dhe jam betuar vllajt të varri që unë do ta marr hapet. E nuk e laudet. Nëse drejtësia shqiptare e ka mbuluar në atë kohë, tash është spaku, jeni ju. Qartë, e kuptoj. Janë kanalet që mund ta dëgjojnë një zë më tepër se jeni shumë të mira, unë të dëgjoj dhe të gjitha historitë tuaja shikojnë në tu, të gjitha historitë. E dashur Ana, por dua të bëj disa pyetje. Por për Kunatin, të ndjerin 25 vjeçarin i cili ishte polic, për atë u hetua diçka? Asgjë, jo, për të dy asgjë nuk është hetuar. Në kanal po të them na erdhi ministri i drejtësisë i çash ajo ministri i drejtësisë në ato kohë, në ato vite, po.
por sepse babajnë e ka pasur me shkollë, ka pasur detyrë, ka krijuar kooperativën e parë në Cakran, ka qenë kryetar pushteti babaj, kryetar kooperativë Robaim. Ja familje e një familje dëshmori, ku në fshatin Vresa se shkolla ku merkaj. Nuk jam një familje që nuk di, apo nuk di hapa se si mund të jetë. Babai ec me hapa ashtu siç duhet, por nuk jeti asnjëherë drejtësi. Derisa vdiq, 67 vjeç, pas 5 vite të vllajt vdiq. Me një breng. Nuk e kaloi dot. Me një breng dhe me një dhimbje të madhe për të birin. Po. Edhe e tjetra është sepse nënësima as nuk u lidh pension, është e ti. As të mori dëshpërblim. As nuk u tha asgjë. Kërkuan që ne do ta bëjmë hero, sa babai im jo, nuk do ta bësh hero, djalin tim duhet drejtësi. Kush e tha? Dhe kam vendosur që nëse drejtësia do vejë në vend dhe unë do marr dëshpërblim, do të bëj një shtëpi në Ballësh, shtëpi për pleq. Kështu azil. Të jenë falur. Pra, nëse ti do arish të marrësh një dëmshpërblim sot pas kaq shumë vitesh për vdekjen e vllajt, me ato para ke vendosur të hapësh një shtëpi për të moshuarit, falas. Po. Dhe këtë gjë e bën për shpirtin e vllajt tënd. Për shpirtin e vllajt tim jetë të marrë emrin ajo që vllai nuk iku aq i ri, aq i bukur. Ishte 2 metra djalë Odeta, shumë i bukur, shumë i edukuar. Dhe jam e sigurt që kur i ka ardhur lajmi atë ditë në shtëpi ka qenë bombë për ju. Mamaja ime, asaj ka lënë vëlla mbas 7 motrave, kur i ka thënë që Arturi është pak i sëmur në spital, ka ikur zbasur nga shtëpia natën dhe briste kërkonte në përballë, se dinte se ishte në Ballësh. Ajo qante natën, vilte verë, qante natën, ulilte natën. Ne ishim 7 motra. Jemi 7 motra. Në të 7 në shtëpinë tonë legjeri gjithë në allokasa e gjithë Shqipëria se kishte shumë shoqëri vaj. Ka ndihmuar shumë njerëz në Itali kur vajti. Se ra në një të imagjinosh që kemi pronari i vllajit Antonio Margari ka ardhur nga Italia, ka hapur varrin thosh nuk ishte pamundur që të vdekur Arturi. Dhe kemi akoma, a thotë që jeni motrat e mia. Kemi akoma 10 kisha në shtëpinë Vlorë, erdha dhe unë nga Qipra dhe bëjmë pushimet bashkë. E kuptoj. Akoma e kemi marrëdhëniet e mama si më i thot mama. E dashur Ana, por vllai i vogël 15 vjeç, besoj që ka kaluar trauma të mëdha në atë periudhë kur pa të vllajin që ja vran, kunatin dhe e kanë dhënuar mbi të gjitha. Vllai i vogël nuk është në gjendje të mirë. Psiqike. Për momentin Odeta mund të zihet dhe nëse nuk shikon gjak, nuk pushon. Kjo që nga ka parë të dy të vdekur, të dy të vrarë, të dy me gjak. Sa doli nga burgu, shfaqi këto probleme të shëndetit mendor apo më vonë? I ka pasur që atëherë. Po ne nuk ishte gabimi jon ishte sepse ne nuk kishim babi, mamaja, ne motrat, nuk kishim atë, nuk e kuptuam, se kishim dhimbje, unë isha leoni, unë kalova për momentin. Nuk isha atë ishte një po ta zbërthesi historik, ta pyesësh në Ballësh u bë një jo në shtëpinë tonë, po u vajtua në çdo shtëpi për Arturin. U vajtua në çdo shtëpi. Në Mallakasër jam motra e Turit, qajnë dhe sot. Dhe ma vjen keq sinqerisht Ana, ke humbur një vlla dhe vllai tjetër ka pasur probleme të shëndetit mendor, sa vjeç është vllai? I vetëm ka ngelur tashmë ai. I vetëm Fredi është 46 vjeç. E kam marrë në Qipro, nuk është atë formë që të mos të
është në formë të mirë, por nuk do që nuk duron dot sheret, nuk duron dot armën, policin. Nuk e do që ta shikoj të ketë kontakte. Nuk do, edhe kur i kam thënë që unë do ta bëj publike, më ka thënë motër jo. Kam thënë Fredi do e bëj po. Ju uroj jetë dhe shëndet Fredit, sinqerisht, sepse ai ka kaluar një trauma aq të madhe që ka ndikuar sot në shëndetin e tij dhe është normale kjo gjë. Dhe fatkeqësisht për shkak të dhimbjes së madhe që keni patur për humbjen e vllajt, nuk keni menduar për ta kuruar me një psikolog apo për ta ndihmuar Fredin dhe kush do të psikolog. Do të psikolog. Dhe kush e besonte që do arrinte edhe vllai i vogël do të psikolog. E qartë. E dashur Ana, ne të dyja po e denoncojmë sot të histori dhe sinqerisht më vjen shumë keq kur më telefonove dhe më the që kam një problem me vllajin, mendova në një divorc, që nusja ka ikur, ka marrë fëmijët dhe t'i kërkon nipi dhe mbesën, por historia juaj që nga shumë herë më e dhimbshme. Nëse personi që ti denoncove sot këtu në live me Odetën, që e quajte vrasin e vllajt tënd, nëse ai do të dëgjonte, a ke një mesazh që do t'i përcjellësh këtij personi? Po, kam një mesazh të përcjell. Mondit. Mondi është kushëri, është gjaku im. E tonë hoxha, jo se vjen sot, në familjen tim. Edhe thot që unë e vrava Arturin, se beri atëherë. Po problemet e frikës nuk e di se. Se po t'isha unë, do thosha, unë jam dhe e bëra më vrisni, nuk sa ishte edhe i djali vetëmesh. Në kjo se mondit, të më vinë në familjen time dhe thot që unë e bëra, më dha urdhër për ky, ose të shfaqsoj veten e vet, isha në detyrë, atëherë unë nuk të vishet si burr dhe ta kërkoj. Por në qoftë se mundi, e të mund hoxha, nuk e bë, unë e të mundi në qoftë se nuk hetohet çështja e vllajt tim, atëherë do ta vras unë vetë. Ana, e kuptoj dhimbjen e madhe që ke. Unë uroj që drejtësia të shkojë në vend për vllajin tuaj. Është e dhimbshme kjo histori e ndodhur në Kuçov në vitin 1992, 30 mars më the. 1992 ku kanë humbur jetën 2 persona të rinj. Uroj që drejtësia të shkojë në vend për familjen tuaj. Më vjen shumë keq. Do mbetemi të dyja bashkë në kontakt dhe të uroj më të mirat, edhe pse është e vështirë të ngushëllosh dikë që ka zemrën plag prej vitesh. Të punë fort e shumë e mirë, të falenderoj nga zemra. Edhe unë të falenderoj, Ana. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashurmiq, kemi ardhur në fund edhe për këtë video. Unë falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse edhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni një pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo ditë live ora 10 jam këtu në YouTube me këto histori të dhimbshme njerëzore, histori shqiptare që vijnë jo vetëm brenda territorit të Shqipërisë, po kudo ku ka shqiptar. Faleminderit dhe takohemi nesër.